Përshëndetje miq, mirë se shihemi sërish në kjo shkollë. Erdhi momenti të jemi së bashku në këto minuta ku do të mundohemi që të flasim për atë që është më e rëndësishme. Kemi folur në këto emisione mbi shumë aspekte të agjërimit, mbi shumë aspekte të fesë islame, ndërsa sot do të ndalemi tek thelbi, do të flasim për Zotin. Si e besojnë muslimanët Zotin, cilat janë atributet e tij. Sa e ndihmojnë besimin e çdo besimtari, çdo muslimani njohja e Zotit, njohja atributeve të tij. Si realizohet një komunikim midis besimtarit dhe Zotit të tij, ku besimtari nuk mund ta rrok përmes syve të tij, nuk mund ta edhe perceptoj përmes mendjes së tij, po si duket zemra e ndjen dhe komunikon në mënyrë të vazhdueshme. Cilat janë burimet e njohjes së Zotit dhe si e ndihmojnë këto besimtarin veçanërisht në ditë të lumtura apo dhe në ditë të vështira. Për gjitha këto ne kemi kënaqësinë të kemi sot në studio Hoxhën e nderuar Enis Rama. Hoxh, mirë se vini. Faleminderit. Hoxh, Ramazan të begat për ju dhe për gjithë muslimanët, veçanërisht atyre që ju i qëndroni afër në këto ditë me ligjëratat, me këshillet dhe me orientimet. Faleminderit. Uroj edhe për ju një agjërim të këndshëm të lehtë për gjithë shikuesit. Dhe shpresoj që ky Ramazan të sjellë me të vërtetë ndryshime pozitive tek ne në çdo rrafsh, në raport me Zotin, po edhe në raport me njëri tjetrin, në familjet tona, në shoqërinë tonë dhe kudo që të jemi. Hoxh, ju i keni kushtuar një vëmendje të veçantë aspektit të njohjes së Allahut, keni patur një cikël jo të shkurtër mbi këtë aspekt, çka kupton se e konsideroni të rëndësishme. Janë dy libra sot të ribotuara tek lexuesit. Përse e konsideroni të rëndësishme këtë aspekt? Përse është e pashmangshme ky aspekt ku faktikisht duket sikur nuk mund ta njohim sepse jemi krijesa? Kjo çështje është e rëndësishme, për faktin se sot ne jemi në një kohë ku vërshumi nga tema të shumta, informacione të lloj-llojshme, ku shpeshherë shumica nga këto tema realisht nuk na përkasin, nuk i shërbejnë avancimit ton as intelektual, as shpirtënor, e as shoqëror. Njerëzit janë të kyçur në debate, në diskutime që zakonisht vetëm sjellin zënka mes tyre, po jo ndonjë zhvillim të caktuar qoftë në nivelin më të ngushtë individual të tyre. Andaj është e rëndësishme dhe e domosdoshme për ne që të flasim rreth temave një herë, pastaj rreth përmbajtjes së temave. Kurani kur të vëmendë këto tema shumë, prandaj Kurani imponon tema të caktuara me çka duhet besimtari të mirret. Për nga e dim na se cilat janë temat tona. Një nga ato është kur Allahu te bareku te në Kur'an një temë përsëri shpeshherë, por e ndëlidh me temat e tjera, ne kuptojmë se kjo që nga temë boshtit, dhe kësaj pastaj sillen të gjitha temat e tjera. Kështu që kur bie fjala për njohjen e Allahut të mënduar, ne shohim se Allahu flet për shkak për dispozita, flet për rregulla, flet për edukat, flet për mirësinë, flet për histori. Dhe gjitha këto i përfundon me emrat e Allahut të mënduar. I përfundon me çështjen që ka të bëjë me njohjen e Allahut të xhallahu ala. Që ne kupton se realisht gjitha këto kuptohen në hijen e njohjes së Allahut xhallahu ala. Çështja tjetër që mund ta përmendim këtu është se edhe duke pas parasysh se pejgambert Allahut janë shembulli ynë, ne shohim se pejgambert gjitha temat i kanë ndërthuar me këtë temë. Do nuk kanë ftuar në asnjë temë caktuar, nuk kanë shpjeguar, nuk kanë shtjelluar asnjë çështje pa ndërim me besimin në Allahun e mënduar. Për të kuptuar se kjo është temë e epiqendrës, kjo është temë e strumbullarit, kjo është tema e të gjitha temave tjera. Për këtë arsye, ne si besimtar nuk mund të ecim përpara në asnjë kuptim të kërkuar nga shpallja, nëse në epiqendër të trajtimit dhe të temave tonë nuk është çështja e besimit në Allah dhe njohjes së Allahut. Pra njohja e Zotit është kryetemë, është temë qendrore, është bosh në Kur'an, po thoni, po kjo le të kuptohet që është dhe mundshme, sepse duket sikur njeriu thotë si mund ta njoh Zotin kur jam krijesë dhe nuk mund ta perceptoj dhe nuk mund të krijoj një ide se kush është Zoti. Ju po thoni që Kurani e kërkon këtë si orientim të duhur. Që tek shahadeti, që tek kredoja islame ka një prezantim ku Zoti është i vetëm. Çfarë duhet të afektoj kjo tek çdo besimtar kur e thot shahadetin, kur pranon Islamin, po edhe kur e përsërit gjatë po themi adhurimeve të tij? Kur bie fjalë për njohjen, padyshim se njohja që ne po aludojmë në të është një njohje e kufizuar, por e mjaftuar. Do ne nuk mund ta njohim Zotin deri në fund. Nuk mund ta formsojmë, nuk mund ta kuptojmë esencën e asaj që flasim për të, por mund të kuptojmë atë që na duhet neve për adhurimin, për përmirësimin e cilësisë së adhurimeve dhe shumë benefiteve të që i sjell njohja ndaj Allahut të mënduar. Për shembull, e përmend çështjen e
njëshmërisë Allahu xhallahu ala se ai është një i vetëm, nuk ka Zot, nuk ka shok, nuk ka të adhuruar post tij, dhe çfarë kjo tash sjell në jetën e besimtarit. Sjell shumë. Fillimisht sjell bindje, se ky është Zoti që unë duhet i besoj. Me çdo kusht tjetër pas Allahu xhallahu ala mund të ketë shok, mund të ketë ngjashëm, madje mund të ketë konkurrent, mund të ketë më të mirë se ai. Merë çdo zot që njerëzit kanë ndruar, nuk mund për shembull që ta sfidosh botën e kosmosit se nuk ka si kë. Nuk mund të jetë kështu. Pra mund të jetë njëri sado që njerëz për shiko ka figura gjatë historisë njerëz i kanë adhuruar, por kanë vdekur. Me një përfundon çdo vazhdimsi me këtë zot, gjithçka perëndon këtu. Pra çdo krijesë është e dublueshme, Patjetër, gjithçka. Ka të ngjashme me. Gjithçka, po. Nëse merr Zotin të varton, nuk është. Jo për faktin se na tash e kena pa Zotin. Por Zoti flet për veten, unë jam ky. Het masini pra një si ky. Nuk ka. Madje edhe në cilësitë Allahut të varton, në veprat e Allahut xhallahu Allahu sfidon që të cilën diçka si Allahu azza wajal. Për shembull Allahu sjell shembullin e një mize, është ai që e ka krijuar atë. Nëse miza u kap diçka të nga ushqimi, nuk mund të nxjerrin, nuk mund të merrni, se Zoti e ka bërë të ktill. Allahu thotë hadha khalqullah, kjo është ajo çfarë Allahu ka krijuar. Fa aruni madha khalaqa alladhi min duni. Mësini çfarë kanë krijuar ata të tjerë pos Allahut. Do të mbetesh gojë hapur dhe si hapur pa përgjigje. Për këtë Allahu thotë leysa kamithlihi shay, nuk është i ngjashëm me të askush. Dhe nëse e merr historinë e zotrave kushtimisht dhe historinë e idhutarisë, ku njerëzit janë munduar të përshkruajnë zotën e tyre. Do të shënsi janë përshkrime shumë të zbehta, shumë të lodhta, domthonjë që nuk ngjallin zemrën, nuk freskojnë shpirtin, nuk ngjall interesim për atë Zot, nuk mbushin zemrën dashnia, as mëdhim për të. Por dhe kur lexon për Allahun e mënduar. Kur lexosh për Allahun në Kur'an, është e pamoshme me dashur. Nuk mundesh, domethënë, mos me ndi vetën se kjo është ajo që unë kërkoj, unë këtij takoj. E kështu me radhë. Përvojët e njerëzve vëllai lirë që janë bërë muslimanë interesantë me lexu, është se shumica e përvojë kthehen pikërisht në këtë pikë. Don e kanë gjetë atë Zot që e kanë kërkuar, por nuk e kanë ditë ku është. Nuk e kanë ditë si ta gjejnë. Në momentin kur Kurani ka shpalos njohuritë për Zotin e mënduar, ato janë sinkronizuar me kërkesat e brendshme. Ky qenka, ky qenka ai që unë e kam kërkuar. Prandaj kjo fillimisht thash sjell një lloj bindje, një lloj stabiliteti në këtë besim. Çështja tjetër është se tashmë të gjitha adhurimet janë të orientuar në adresën e duhur, nuk kanë të shka përderdhura. Ne kemi shonë në Greqinë antike Zoti i dashurisë, Zoti i urrëties, Zoti i kësaj, Zoti i asaj. Në gjithçka është drejt e orientuar në profil caktuar, apo tek ne nuk ka kështu. E kemi një Zot edhe për dashni, edhe për dhimbje, edhe për smundje, edhe për rritje, edhe për suksese, edhe për ditë, edhe për natë, për gjithçka. Një është. Nuk është ngjashme me ta askush. Pra është një lloj mohimi, çdo lloj monoteizmi, çdo lloj besytnie, çdo lloj atributi hynor që nuk e ka askush përveç Zotit. E vërtet mirë, po para kjo sot sill rahati vëllëndrum. Allahu sill për këtë shembull në Kur'an. Darab Allahu mathalan rajulan. Allahu sill shembull njëri. Lahu shuraka mutashakisun. Që ka, domethënë, shumë drejtar. Shumë punëdhënës ka. Tash panon gjendjen e këtij. Njëri thotë në 7 të vesh në punë. Tjetri thirr në 6 të gjysmë, pse si janë punë? Ato mund 6 të gjysmë. Ai thotë tjetrin 8, bëj kët. Pandash jetën e këtij punëtori i si shetit nga drejtori në drejtor, nga punës, jeta e tij sa është e shpërqendruar, sa është e shkapërderdhur, as nuk ka produktivitet, as nuk ka fokus, as nuk ka qetësi, as nuk ka rahati. Ndërsa thotë wa rajulun salama li rajulin. Allah thotë, ndërsa edhe një njeri si Allah shembull, i cili i është dorëzuar njerit. Pa ti merr gjithçka. Ajo është adresa e tij. Hal yasawiyani mathala, a janë këta të njëjtë në jetën e tyre, a janë këta të njëjtë në produktivitet, nuk mund të jesin. Prandaj Allahu xhallahu ala na përmend se besimtari që ka një Zot është edhe më i qetë, është më stabil, është më produktiv, është më i fokusuar, e ka një adresë për i ka merr urdhra. Dhe gjithashtu nga shumë të ato që mund të përmend që afekton jetën e besimtarit, është edhe çështja e përputhjes me natyrshmërinë e tij. E gjen qetësinë, si dhëmzor që flajnë një tjetrin. E kështu është besimi në Allahun e mënduar. Prandaj të gjitha format e tjera për të shuar këtë kërkesën e brendshme për besim, realisht janë më tepër bezdisje se qetësi. Janë më tepër problem se zgjidhje. Janë më tepër, domethënë, humbje dhe devijim se që janë udhëzim. Pra kryesisht njerëzit që futen në botën e supersticionit, në botën e besytnive,
i kap një lloj sensi sepse kanë merak se çdo lloj kombinim i mundshëm, macje e zezë, pasqyra, kripa, sheqeri, gjitha këto, pastaj fillon edhe atribute që janë vetëm të Zotit. Është absurde nëse për shembull sheh njëri që mund të ketë arritje të larta akademike, për shembull në shkencë, në fusha të ndryshme të studimeve, ndërsa është në çështën e besimit komplet në besëdin të palogjikshme të paarsyeshme që nuk i ka për atë që askujt. Prandaj po them që Allahu te barekutaala përmes besimit na ngrit në nivel më të mundshëm akademik. Pastaj gjithçka është më e kapshme dhe më logjikshme dhe më natyrshme. Ti me besim ngritesh, nuk degradohesh. Pra ofron një lloj stabiliteti, po themi edhe konceptual mbi atë se kush je dhe kujt duhet ti drejtosh adhurimin. Po ndërkohë njeriu është një qenie empirike që ka tendencën për t'i prekur, për t'i parë gjëra dhe për ndërtuar marrëdhënie me të. Ndoshta kjo shpjegon dhe po themi qasjen idhujtare që nuk mungon pothuajse tek çdo lloj shoqërie, pra njerëzit ndërtojnë idhuj dhe atyre ju luten. A ka një përgjigje në Kur'an se kush është Zoti, si është Zoti? Ka patur njerëz që kanë pyetur profetin Muhammed na e përshkruaj Zotin? Po vazhdoj aty ku mbetet e pyetja, kur e kanë pyetur na përshkruaj Zotin, ka zbi sura Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad. Thuaj është Allahu samad. Allah është ai, domethënë, i cili i plotson kërkesat e të gjithëve. Të gjithë i luten, të gjithë kanë nevojë për të, ai nuk ka nevojë për askë. Ati nuk ja plotson askush kërkesat në kuptim të asaj që ai ka nevojë, nuk i duhet asgjë atij. Lam yalid wa lam yulad. Nuk është i lindur e as nuk e ka lindur askën. Dhe nuk është i ngjashëm me të askush. Nuk është i ngjashëm me të askush. Ky është Zoti në shkurtimisht. Pastaj pak më gjatë se kaq e kemi përshimin e Zotit tonë në ajetin më të madh, në kuptim të peshës, në kuptim të përmbajtjes, që është ajetul Kursiya. Në 10 paragrafe, një pas një, Allahu xhallahu ala tregon kush është Zoti jon. Allahu la ilaha illa hu. Allahu është ai që nuk ka Zot që merr në të adhurohet pasi El Hayy, i gjallë, El Qayyum, që gjithçka ai mban, atë nuk e mban askush. La ta'khudhuhu sina, nuk e ka kotja, wala nawm azjumi. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Eti është ka konçin tokë. Kështu më radh deri në fund të domosdoshmë shpjegimit kush është Allah i madh. Prandaj nuk është kusht që njeriu të kap gjithçka me shqisën e, për shembull, e syrit, apo kapë diçka me shqisën e veshit, me shqisën e mendjes, nëse kom drejt t'i them kështu se kap njëri me te, prek gjëra me mendjen e tij, sepse nuk i prek nëse me dorën e tij. Kështu që Allahu te barekutaala është me dijen e tij ose them në një formë tjetër, Allahu xhallahu ala me madhështinë e tij, me bukurinë e tij, Allahu te barekutaala me njëshmërinë e tij është prezant kudo qoftë. Dhe ti e sheh Zotin, e sheh Allahu wa fi anfusikum, edhe vetë në juaj, shikoni. Nëse e kërkoni do e gjeni Zotin. Nëse e sheh për shembull në natyrë do e gjesh Zotin. Nëse shikoni në kosmos, në hapësirë do e gjesh Zotin. Prandaj mendoj që në të kaluar njerëzit më tepër kanë pas ignorancë për ta përmbush kërkesën e besimit, sesa që realisht këtë e kanë bërë përmes idhujve që ta vizualizojnë Zotin e tyre. Ata kanë kërkuar të bëjnë diçka, dhe në pamundësi ta bëjnë atë që duhet, e kanë bërë atë që s'pa kushuan kurreshën e brendshme dhe plotson nevojat e tyre të natyrshme. Për këtë arsye, mungesa e pamjes së Zotit absolutisht nuk është kurrë pengesë për besuar Zotin e mënduar. Se po të ishte pengesë, Allahu i mënduar do ta largonte. Marrëdhënia me Zotin, sa është abstrakte dhe sa është konkrete, nëse mund të themi e tillë. Pra një besimtar e ka Zotin në përditshmërinë e tij, në mendjen e tij. Kjo marrëdhënie me të, sa është abstrakte dhe sa është konkrete. Marrëdhënia me Allahun e mënduar, unë mendoj që është në shumicë konkrete. Ndërsa një pjesë mbet abstrakte, dhe ajo abstrakte është e momentit, e çastit, deri në takim me Allahun e mënduar, kur edhe pjesë abstrakte bëhet konkrete. Në çfarë kuptimi? Na për shembull kur agjerojmë, apo ne kur agjerojmë, agjerimi është i prekshëm, i kapshëm. Ne jemi të bindur se Zoti këtë ka thënë. Ne jemi të bindur se Allah këtë kërkon. Ne për shembull kur nuk marrim ushqim dhe pije, apo ne kemi një raport konkret me Allahun, se dim se ai tash po na sheh, tash ajo është dikun po na përcjell, po na sheh. Dhe kjo na bën që ne domthon të sillemi pothuajse ai prezant. Për këtë arsye pejgamberi sa domthon na kulmin e arritjes së besimit, Allah tha
en ta'budallaha ka'annaka tara. Ta adhurosh Allahun sikurse po e sheh ti. Kjo është niveli më i lartë. Fa in lam takun tara, nëse ti nuk e sheh, nuk mor din këtë vetë. Se të e kufizuar. Po, atë fa in yarak ai se ty. Donc mbaje këtë prezencë konkrete të gjallë, prezente në jetën tënde me bindjes ai po të sheh, ai po të përcjell, ai po të dëgjon. Dhe kjo është ajo që besimtarin realisht e bën që praktikisht ti përgjigjet kësaj njohurie. Unë di se Allahu xhallahu ala më dëgjon kudo që jam, prandaj konkretisht i përgjigjem kësaj, duke u kujdesur për gjuhën time, për veprat e mia, sa i po më sheh, po më dëgjon e kështu me radhë. Pra gjithçka është konkrete. Mbetet vetëm aspekti i qenies së Allahut për neve abstrakte, edhe kjo deri në ditën e gjykimit ku kemi premtime të pamohshme se atëherë kena me pa Zotin e manduar që gjithçka pastaj bëhet edhe plotësohet në aspektin e kësaj që the konkrete. Ndërkohë ju thatë se Kurani mirë të vazhdueshme fton për meditim, fton për reflektim. Zakonisht dogmat ftojnë për mosmendim, vetëm pranim dhe për të mos hyrë më thellë. Çfarë ndihmon besimin e një muslimani të medituarit në vetët përmendët ju tek qenia e gjithë secilit dhe në hapësirë? Ne kuptojmë shumë gjëra, ato që Zoti ka shpjeguar në Kur'an. Për shembull, Allahu thot kur flet për qetë për tokën, thot Allahu xhallahu ala, këto nuk kemi krijuar kot. Ti kupton që lëvizja gjitha këtyre në disiplinë, në rregull, do të ketë qëllim. Do të ketë synim. Njeriu më i thirr këtë botë, vëllëndëruar i lirë, nuk bën diçka koti. Nga se nuk lavdrohet askush pa punë koti. Por çdo kush lavdrohet dhe çmohet dhe vlerësohet për punë që ka pas në bazë të një vizioni, në bazë të një qëllimi që ka bërë. Nëse kjo është realisht një mënyrë e vlerësimit në mes të njerëzve, atë çfarë themi për Zotin e manduar. Si mund të bën Zoti diçka që është Zoti jon, por ka bërë kot. Tek ashtu. E pa mund të shmasht. Pra ne shohim në këtë disiplinë, ne shohim se Allahu xhallahu ala gjithçka ka kryer për qëllim. Gjithashtu e dyta me urtësi caktuar. Pastaj gjithashtu në këto që ne hulumtojmë dhe ne meditojmë para se kemi mundësi, shohim madhërinë e Allahut manduar, shohim kujdesin ndaj neve, që është kujdesi Allah për çdo detaj të jetës tonë. Po shumë sa që ty ndoshta kur në mes kishte me tra, Zoti te bartë e ka inkuadruar dhe e ka integruar në brendin tëne që të jetë e përshtatshëm për të thënë caktuar që ti kush i ke përmenduar për shembull. Dhe i duhet trupi që të reagon në atë situatë caktuar kur ai ndodhet në atë situatë. Që ti kurse ka përmendur atë situatë, por ajo që është diçka mbrëmje që ndihmon në atë situatë. Këtë kupton si kujdes nga emri Allahut Ar-Rabb, që është kujdestari, që kujdes për gjithçka. Çdo detaj është kujdes Allahu për të, për shembull. Madje edhe në kuptimin e kufizimit është kujdes Allahu te barekutaala. Është parlam për njëri me pa kufishëm. Nuk do të ishte për të rahatshme, apo të shet gjithçka për te. Është begati që nuk shojmë gjithçka. Për shembull, është begati që nuk shojmë bakteret. Është begati që nuk shojmë për shembull, është begati që nuk i shojmë për shembull shumë virusa. Se nuk kishim pas mundësi as me jetu, as me hongër bokas, nuk kishim pas frikë me flajt, kur i kishim pas duke në usill. Po ne nuk i shojmë ato, e dim se Allah na mbron. Marrim masat e duara për të mbrojtur. E kështu me radhë, para edhe kufizimi është kujdes, subhanallahu, para na, jo vetëm begatia, kujdes. Andaj vjen një kujdes hyjnor që të mbush dashni, të mbush respekt, të mbush qetësi, rahati, e kështu me radhë. Gjithashtu ato që meditojmë ne e gjejmë vetën tonë. Ne duke e gjetur Zotin, ne kemi gjetur vetën tonë, kush jemi ne realisht. Se sikur që ka thënë dietarët, sa më tepër e një Allahun si të dijshëm, e kupton se ai pa dijshëm mirë. Sa më tepër e një Allahun si të gjithfuqishëm, e kupton se i do ti. Prandaj këtu pastaj shkon duke u bashku, se ky është i gjithdijshmi, unë jam i padijshmi. Andaj un kam nevojë për këtë. Dhe gjithmonë e kërkoj dije nga Allahu i manduar. Ky është i gjithfuqishmi, unë jam i dobti. Domethënë, ky është pozicioni im, ndërsa ky është pozicioni i Allahut manduar. Prandaj pozicioni i njeriu është ai që i sjell njeriu të rahati. Problemi është se njeriu ka lëviz nga pozicionet e tij dhe nuk po e gjen vetën rahat se nuk është i ulur në karrikën që i takon në i përkat. Dhe gjitha këto shumë tjera rreth i sjell meditimi i vazhdueshëm i njeriu në kërkim të Zotit të tij dhe në përpjekje me njoftë sa më mirë. Pra besimtari ftohet që të jetë i vëmendshëm dhe jo po themi neglizhent ndaj vetes dhe asaj çka e rrethon. Tek libri juaj të njohim Allahun janë të shumtë emrat dhe atributet dhe cilësitë e Allahut. A mund të veçoni një ose disa prej tyre që do ta ndryshonin cilësinë e besimit nëse i veçojmë nga tjerat? Emrat e Allahut janë shumët dhe çdo emër realisht na duhet për situatën që jemi. Për situatën që jemi. Për shembull,
në rast e mëkatimit, kur kemi nevojë për një shpresë, kur kemi nevojë për një dritë në fund tunelit për të penduar, na duhet emra që kanë përballë të faljes. Për shembull, kur jemi të smur, na duhet një mbështetje, na duhet një shpresë të shërohem, na duhet një kthim, një mbështetje. Emri i Allahut shërimdhënësi, për shembull, ai që dhuron shërimin. E kështu me radhë, çdo emër është i përshtatshëm, është i veçantë për situatën që ne kalojmë. Mirë, po marr kështu në përgjithësi, emrat që janë përmbledhur në surën Fatiha janë baza e gjithë emrave. Emri i Allahut te barekuhu teala, don Allah, Rabb, Rahmanir Rahim, këta janë emrat bazik. Don Allah është emri i Allahut që përfshin këtë emrat, por që edhe ky në thelb e ka një kuptim që nga kuptimet, po them tash, kryesore, se ka shumë çka të flitet për emrin Allah, por është ai që madhërohet dhe respektohet me dashni. Shiko, e kanë vendosur element me dashni për dalluar çdo madhërim dhe respekt tjetër që i bëhet tjerëve. Për shembull, ka një që madhërojnë dhe respektojnë mbretnit, po me urrëtie, pse s'ka çare, me interes. Apo nga presioni, nga frika, nga situata. Tjera arsye, por me dashni, pa kompromis, pa rezervë. Vetëm Allahu te barekuhu ashtu adhurohet dhe respektohet. Emri i Rabb i ka kuptimet e krijimit, i ka kuptimet e asaj që jeta jonë, vdekja jonë është në dorën e tij, ai jep, ai merr, kuptimet e një kujdesi të vazhdueshëm, të pandërprer në forma të ndryshme ndaj neve. Këta janë më bazë që realisht i duan çdo besimtari. Emri i Rahman i gjithëmshirshëm. Këtë funksion me mëshirën e Allahut mënduar. Nëna kur e do fëmijën, baba kur e do fëmijën, vrapimi i babës ditë për ditë në punë, i lodhur, në angazhime, me djers, i nënës, për fëmijët e tyre, është realisht një lloj manifestimi i emrit të Allahut i gjithëmshirshëm që mbjelli këtë mëshirë në zemrat e prindërve dhe ata pasaj pa hezituar janë në gjendje jetën për fëmijët e tyre. Duhet ta shohësh Zotin në këtë dashni të prindërve. Ta shohësh Zotin në dashninë e fëmijëve ndaj prindërve. Ta shohësh Zotin te barekuhu teala në çdo situatë. Dhe për çdo situatë ka një emër i Allahut që e jep shpjegimin dhe e jep sqarimin e kërkuar. Prandaj surja Fatiha është nështë baza e emrat Allahut që mënoj që njeri kush i kupton emrat që janë përmendur në surën Fatiha, kupton shumë nga emrat Allahut te barekuhu dhe e një Allahun xhallahu ala, ndoshta si fazë fillestare mjaftueshëm për çdo besimtar dhe besimtare. Jeta e njeriu pashmangshmërisht ka momente të vështira, ka momente dobësie ku njeriu shpesh nuk di dhe ku drejtohet dhe si të drejtohet. Nëse i njohim këto emra dhe ditë mira, nëse kemi këtë informacion, si na ndihmojnë që ti të kalojmë këto situata të vështira, pasi shpesh situatat mund të jenë të tilla ku njeriu thotë shkoj kudo veç ta kaloj këtë situatë. Adhuroj gjithçka, bëj gjithçka veç të shpëtoj nga kjo. Si na mundsojnë këto emra që kemi një farë stabiliteti edhe në këto momente të vështira ku mund ta humbim gjithçka. Gjithçka fillon nga disa konfirmime të domosdoshme që duhet t'i bëjmë në raport me Allahun e mënduar. Për shembull, nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut, pikë. Por na, do të thonë, kur ti me këtë bindje, me këtë njohuri, realisht tash te kalon s'po tjera. Çka ka ndodhur me lejen e Allahut mënduar. Kjo moto e jetës. Nëse Allah e ka lejuar, nëse Allah e ka lejuar, e Allah i gjithëmshirshëm, e është i urtë i butë, diçka ka të mirë te. Pra në çdo gjë që ndodh, edhe pse ndoshta na trishton, ka urtësi, ka dhe butësi, po thoni. Po se këto realisht të emra komunikojnë njëri me tjetrin. Për shembull, nuk mundesh me kuptu emrin e Allahut, për shembull, emrin e Allahut, po them kushtimisht, shëruesi, pa emrin e Allahut, për shembull, i mëshirshëm. Nuk mundesh. Nuk mund të kuptu për shembull emrin e Allahut krijuesi, pa emrin e Allahut i gjithfuqishëm. Se nuk mund të krijon pa fuqi. Nuk mund ta kuptosh emrin e Allahut krijuesi edhe i gjithfuqishëm pa emrin e Allahut i gjithdijshëm. Se duhet dije për këtë konstruktë që ka bëu Allahu njeriu mahnetës apo. Prandaj emrat e Allahut xhallahu ala komunikojnë me tjetrin, plotësojnë njëri në vazhdimsi. Dhe kur ti e di për shkakun se gjithçka ndodh me lejen e Allahut. Andaj çka për të kësaj? Po mirë, Allahu është i mëshirshëm. Allahu nuk bën diçka kot, ka qëllim këtu, ka urtësi. Allahu nuk do me e shkatërruni një rob, se po dishim me e shkatërruni nuk e sprovon. E shkatërron forma tjera. Në gjitha këto njëri tash e suportojnë në mas të madhe dalën nga kriza. Dhe kuptimin e krizës që realisht ti je mbi situatën, ti je që thonë sot jashtë kutisë, jo brenda kutisë, apo ti je jashtë mendimit, jo ndoshta
i diktuar nga rrethanat, po ti mbi rrethana që ta shohësh situatën pak më ndryshe përmes njëse emrave të Allahut manduar. Sikur që e kështë thënë një imagj të kaluarën, kur ishte sprovuar në sprovë të madhe, kështë thënë, o sprovë ti e vogël, nga se Zoti jam është i madh. Ti për mua shumë i vogël, jo për shkak të meje, por për shkak të Zotit jam është i madh. Prandaj njëri që din se Zoti është i madh, Zoti është i fuqishëm, Zoti ka urtësi, e kupton që edhe ndoshta zgjatja e sprovës apo me mua pa kuptim, merr kuptim kur niset tek Zoti ka kuptim. Andaj edhe pse nuk e di, nuk është më rëndësishme, nuk e di. Ai e din. Ai e din pse. Për këtë arsye, me këto ne duhet këto kuptime duhet rresht ti jetësojmë, për t'i dhënë kuptim jetës, për t'a gjallëruar zemrën tonë, për t'i dhënë fuqi vetës tonë me lejen e Allahut manduar, që dalim nga çdo krizë, nga çdo situatë. Vallahi me këtë njohje s'ka dëshpërim, s'ka zhgënjim, s'ka gjynëzim, s'ka lodhje, s'ka zbrapsje, nuk ka absolutisht. Edhe atë kur krejt njerëzit braktisin, vëllai, edhe atë kur askush nuk është mirënjohës, çka duhet? Mjafton se Allah është mirënjohës. Mjafton shpërblimi i Allahut te barekutaala. Nëse Allahu të shpërblen, i kompenzon larg gjitha shpërblimet që ka pasur mundësi marr për njerëzve. Mirë, por nëse Allah nuk shpërblen, krejt bota më shumë me shpërblim, absolutisht nuk mund të plotësojnë as minimumin asaj që ke nevojë ti në raport me që ka pas Allahu me ta thonë. Pra kështu besimtari e lidh veten me Zotin e tij. Dhe në çdo situatë, domthon, din si të komunikon me një për emrat e Allahut, i cili është përgjigje për situatën e përgjendje që është duke kaluar. Ndërkohë ju përmendët se atributet e Zotit, cilësitë e tij janë gjithë përfshirëse dhe çdo emër është më i efektshëm në situata dhe në nevojat që kemi si njerëz. Ndërkohë në këtë muaj të veçantë, që është muaji i Ramazanit, cili do ishte emri ose atributi i Zotit që do duhet ta kishim më shpesh në pjesën e meditimit ton, po edhe të duave dhe të lutjeve tona? Po ka shumë emra. Domethënë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka mësuar Aishën radhiyallahu anha që në fund të Ramazanit të lutë Allahun në veçantë me një emër të tij që është El-Afu. El-Afu është ai që fal, po jo vetëm fal, ai që shlyn gjurmët e mëkateve dhe riparon dëmet e shkaktuara nga mëkatimi. Domthon shiko sa e bukur është kjo apo. Do ne kur kemi mëkatuar, kemi shkaktuar rrëmuj, kaos, kemi rënuar gjëra në jetën tonë. Kërkohet riparimi i tyre. Kush ato i riparon? Allahu i manduar. Mirë, mëkatet kanë lënë gjurmë, ti mund të pendosh, por shëmtimi i gjurmëve ka mbet. I shlyn gjurmët apo. Mirë, mbetet frika nga pasojat e mëkatimit, çka do ndodh? Allahu xhallahu ala shtyn gjitha. Njësoj sikur të mos kish ndodhur fare. Padyshim. Pra gjitha këto kuptime përmbledhen tek emri Allahut El-Afu. Dhe ti me këtë emër të Allahut Allahumma innaka afu, o Zoti i falës. E don falën, më fal mua. Kjo është për emrave kryesor që duhet na shoqëron gjatë muajit Ramazan. Pastaj edhe këtu duhet ta them që thash më herët, varet nga gjendja jonë. Varet nga gjendja jonë. Dikush për shembull mund të ketë probleme me syfacin. Dikush mund të ketë për shembull probleme me ndonjë smundje të caktuar nga smundja e brendshme apo. Mirë me e shëruar me emrat e Allahut manduar. Këto emra duhet i dim arabisht siç janë hoxh apo edhe mund t'i përshtasim në shqip? Jo, për kuptime që po flasim, mund t'i përshtasim në shqip. Mirë, po unë preferoj që kur të lutemi me këtë emra, së pari në fillim të përmendim emrin në gjuhën arabe. Për shkak se Allahu xhallahu ala kështu i ka përmend. Dhe çdo përkthim është parafrim, po nuk është përshtatje dhe ka mangësinë vet. Mund të ketë mangësinë, po patjetër. Prandaj çka na kushton të themi për shembull o Rab, o Rahman, o Tawab, o Shafi, apo o Shërues, që jap shërimin e kësaj rrugë. Ai është e thjeshtë të thuhet gjuhë, pastaj vërtet tutje me shqip, lutem me këtë emër, kuptimet e këtij emri vazhdo shqip. Po s'paku mundoj që në fillim ta përdorësh këtë emër në gjuhën që Zoti ka folur me të, Zoti xhallal xhelalu e ka përmend, nga se kjo është më e kompletuar dhe më e sigurt. Le të shpresojmë që këto objektiv ta arrin të gjithë hoxh. Unë falenderoj shumë për këto shpjegime, për këto orientime, Zoti shpërblet. Amin, aty falenderoj shumë. Ndërsa miq, këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, ishim me Hoxhën Isramën ku folëm mbi emrat dhe cilësitë e Allahut, që një njeriu është e tillë që kur diçka e njeh e do dhe më tepër, pasi shpesh ankohemi se veçanërisht mbas Ramazanit nuk po e kemi besimin siç e kemi patur, duket sikur ndoshta sekreti i kësaj është se duhet ta njohim më tepër për ta dashur dhe më tepër. Një objektiv që
doli në këtë bisedë është që së paku 5 emra gjatë leximit të Kuranit, ti nënvizojmë dhe të meditojmë rreth tyre. Hoxha tha se do të ndryshoj besimi jon, po do të ndryshoj dhe jeta jon. Unë falenderoj për vëmendjen, jemi sërish nesër së bashku, deri atëherë kalofshi.